Ekipi i Kukësit vijon të jetë aktiv në merkaton e janarit duke treguar qartë se objektivi i mbijetesës mbetet i prekshëm. Pas rezultateve pozitive në javët e fundit dhe fitores së rëndësishme ndaj Besës, drejtuesit e klubit kanë intensifikuar lëvizjet për të forcuar skuadrën në repartet ku janë evidentuar më shumë probleme. Sipas Panorama Sport, dy emra të rinj printet i bashkohen zyrtarisht verindorëve në ditët në vijim. Bëhet fjalë për Tajo Abiodun, i cili vjen nga Skënderbeu, dhe brazilianin Gabriel Shepanski. Abiodun do të shtojë alternativat në repartin ofensiv të Kukësit. Sulmuesi transferohet në formë uazimi nga Skënderbeu, skuadër që aktualisht kryeson kampionatin, ndërsa te Kuksi pritet të marrë një rol të rëndësishëm në fazën sulmuese në një moment ku skuadra ka nevojë urgjente për gola dhe vazhdimsi rezultatesh. Në anën tjetër, Gabriel Shepanski përfaqëson një përforcim të rëndësishëm në mbrojtje. 22 vjeçari brazilian aktivizohet në përpavi repart ku Kuksi ka pësuar jo pak gola dhe ka shfaqur luajtje gjatë këtij sezoni. Afrimi i tij synon të sjellë më shumë siguri dhe stabilitet në fazën mbrojtëse për pjesën e mbetur të kampionatit. Fitoria e fundit ndaj Besës ka rikthyer besimin në kampin kuksian. Entuziazmi është shtuar si te stafi teknik ashtu edhe tek lojtarët, të cilët besojnë se përmes përforcimeve, rritjes së konkurrencës në skuadër dhe mbështetjes së tifozëve, ekipi i Kukësit mund të përmbyllë situatën dhe të ndryshojë fatin e këtij sezoni të vështirë.